A Maneta, po të në emocion. Për Zotin e man, asnjë lloj emocioni që ka të bëjë me ndjenjat, të betojmë Zot. Po them duke si i huaj. Edhe më trënte ndjesia që të duket si i huaj, e kupton, dhe shumë kohë pa fare. Asnjë lloj emocioni të tillë. Thjesht ajo emocioni i gjës papritur që të prisja fare që mund të ishte ai. Kurrë. Se ti si e bëm të pyetje herë. Si e bëm të pyetje? Me të qysha po full. Po ti s'do ta bësh të pyetje? Po, mërë pëse jo? Për dërsa ti u takove mu edhe me full. Po mundesh me fol, sa duash, po pyetja është pa sens. Pyetje s'është pa sens. Se kur ti e di shumë mirë, çka ka me ty, s'mund të bësh të pyetje. Sa është mërë pa sens, pyetja që është pyetje pa sens, më të pyet, ka pat nëjë sen. Që është pa sens? Si të duk ty, qëndrimi? Qëndrimi e ta? Pa. Pat një diçka. Hajt ma thërë qa. Një diçka. Ma thërë. Po, diçka, si një farë. Ku e the? E po, është në televizor. E në televizor, po ma thërë të cili veprim. Qa bëra që pe këtë që pe? Diqysh... Dhe në diqysh tu e përshafe. E përqafa, më hapi krahët, shok. Ta, apo japim një Kush do që ti mesazh hap të krah mirë ty- që apo japim një mesazh të mirë që 5 vite ka ndodhur çka ka ndodhur, mira të këqija, ne zgjedhim më mend gjërat e mira dhe të ecim përpara në jetën tona, secili me partner të vet. Po... Po patjetër, kaq. Qka pa tjetër? E përmbajmë atyre fjalëve që kanë të këtu brenda. Qka pa tjetër? Kaq. Qka? E për këtë që po të them. O, ti... Na diqysh? Ta më të kalzu diçka ty. Hajde.